Këtu me bashkimin e datës 28 dhjetor të 2025. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku Mërkuri në shigjetar që formon një trekëndësh me ndikimin e madh të Mërkurit, sepse Mërkuri është shëruesi dhe ndryshimi. Në astrologji, në thelb jep një zë për të na dhënë mesazhin e tij. Në një farë mënyre është një nga këndet më të rëndësishme për këto që është i interesuar të ndërmarrë një udhëtim vetë zbulimi dhe sjellje të ndryshime të mëdha për të arritur në finish dhe për të pasur mundësinë për ekonominë, stabilizimin dhe procedurat e tjera. Pra ata që kanë të bëjnë në lidhje me shëndetin ose problematika të ndryshme që kanë, është një ditë shumë e mirë për të bërë një vizitë ose një konsult me mjekun, që është konsultimet dhe gjëra të mëdha ndikohen pozitivisht në këtë aspekt. Ajo që do të keni është gjithashtu një kënd mjaft pozitiv për të treguar interes për të tjerët dhe ndjeshmëri dhe dhëmshuri për sa i përket të punës dhe respektit të njëri tjetrit, ku është dhe momenti më i mirë i mundshëm për sa i përket gjërave që ndikojnë dhe realizojnë. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite, unë